Qa kesh me mramor s'kisha besu kur. Unë e ke tjetër ka jam, pak nis muje kam me tumor jam, për operacioni Turkis, mun ka këfjell. Këtu. Çka të kanë ndihmu shokët rreth kësaj vile? Rreksire ketë me pagese me ketë mi kanë krye. Këtu arën që e kom ble, unë po mbi 3500. Mbi 3500 e ka vlerën tash. Vlerën tash. A 100 euro ka qenë para një 10 vjetë. A kishe ardhur me jetu tamam këtu? Unë besoj me zis po pres. Me zis po pres, me ardhen që me mbjetu qëtu. Me mbjetu 100%. As dyshoj bile në atë aspekt, as 2000 herë si thon vetet. A të vjen edhe familja këtu? Po, krejt, jam me zispresin. Krejt Prishtinalitën që të përsham Prishtinës në vërtet, edhe kur e mori unë befasu. S'kum besu, as një cent se kom thonë. As një cent. A je në gjendje me e lanë Prishtinën për me ardhën? Po, pasha zotin, as më bu me më thonë 2 herë i dhënona. Ka ardhë nga Rrugova e Pejës, e deri në Prishtinë, pas Prishtinës ka ardhur në Mramor për ta ndërtuar një villë luksoze, e cila po është edhe kjo në ndërtim e sipër. Ne kemi rastin që të bisedojmë me vizitaren edhe të na tregoj si ka ardhur deri këto edhe për çfarë arsye e ka zgjedhur Mramorin që të jetoj këto. Vizar, përshëndetje. Si jeni? Tregom çka jetu bë këto. Unë jam të boje për zdyti, se më ka ndonë një bafasi, një tragedi, më ka ndonë pak të kom pas drunit, një villë. Keni pas villë ma herët? Po, kemi pas ma herët, po rryrë ma adopt, dhe ma ka dje krejt komplet. Tash jetu e ndërtu të re? Tash jetu e ndërtu dytën. Qysh po të hecim punë? Si pas planit mirë, kam shkonë në Sushnia, falimderit Sushnis, të shamirët, nuk ka kur far pengese, veç një e kësha thonë që kesh me Mramor s'kisha besu kur. Unë e ke tjetër ka jam, me rëngji, pasha zotin këtu, ma kalon shumë për shtypin. Unë të rego dhe pak ma heret se prej nga jeni po të regon edhe ti pak për... Unë prej adhen jam Prishtinali kështu, në atë kuptimi, po rrojt i kam Rrugovës, kelmendja me fes, edhe kur e kom pa këtu së në bolë në Rrugova atje, veç këtu, unë pak një smuje kam me tumor jam, edhe në atësia mbi detare është 1030, edhe më ka pi operacioni Turkis, më ka këfjell, këtu. Dhe më thonë, e keni tumorin edhe gjatë kësaj kohë që ju kujdesni për shëndetin e ju vini në Mramor. Po. Apo ju bën kjo mundi i qetë, i pasër? Çdo sen, a beson që në shpejt kur shkej me hangër diçka, ha shumë pak, kur të vi këtu ha shumë. S'ndimu nalë, tani ketë shokët e të shamirë, ketë i kem prupit lazës tem, ku jem të pani me banim, ketë qëtu i kem pru gati 20 veti i kem pru qëtu. Çka të kanë ndihmu shokët rreth kësaj vile? Rreksire ketë me pagese, me ketë mi kanë krye. Me tokë, me krejtë. Sa ka kushtu kjo villë me ndërtu prej fillimit e deri tash? Villa mu ma kanë falë, aty ma kanë pru e për shokë dashamirët. Tani ajo u djekë, për tash këto shokë, qëta që ma kanë pru, apetëm kanë një muë, po dykun rrëth. Sa e keni ble arin këto? Këto arin që e kom ble, unë për shama atër ma kanë falë, mu se di qmimin, po tash është dykun shokët e mi që e kanë ble, dashamirë që e kanë ble, mbi 3500. Mbi 3500 e ka vlerën tash? Vlerën tash. A 100 euro ka qenë para një 10 vjetë. E pse po mendon që është ky dallim kaq i madh? Ndoshta që njerëzit e kanë gjetë vendin e duhur për me jetu me. Pse është infrastruktura që është primarje, një, edhe një tash është ardhën edhe kanalizimi edhe uji, janë të ardhë që keni vrejt udhës tu instalu është, edhe këtu tash pungojnë pak për asfalta dhe në atë kuptimin që s'po kanë se më konë dimrit ati çfarë bore bjen këtu, tu habitës çfarë bore bjen. Atje bjen pak, tu bjen gati 30% bjen ma shumë. A kishe ardhur me jetu tamam këtu? Unë besoj me zis po pres. Me zis po pres, me ardhen që me mbjetu qëtu. Me mbjetu 100%. As dyshoj bile në atë aspekt, as 2000 herë si thon vetet. A të vjen edhe familja këtu? Po, krejt, jam me zispresin. Po më respektojnë shkoku i shnetës, edhe më kanë thonë krejt, si shoqja, si fëmija, ba veç nise. Qysh e përjeton ti këtë pjesë jetës sone pak me pjesën shëndetësore, edhe tu e ndërtu villën, qysh po e shef, a je rahat, a je tu e përjetu kaq mirë? Pse se këtu është rahatia edhe është gjelbrimi që këtu ploni nuk është mbi gjitha, është pastërtia e madhe, edhe janë menaxhuar koqia mes veti, të lidhur mes vetit një sen së mungan. A pse që këtë hapën janë, çdo sen ka me vlerë për shembull këtu, që kushtojnë kush sprek. Edhe këtë menaxhueshim mes vetit. Edhe këtu e kanë në vete këshin, ka të venit e poshtë aty të shkolla, është një fshat që po mbledhshin këtë katuni Marmorit, çdo vetë që mbledhen për diasporës, për këtë, habitës çabohet. Qa shmirë.
Qysh kime e ndërtu ti këtë villë? Unë e villën kështu në atë kuptimin, s'po du me bo të madheve, sa por me bo formalisht atin që me mbjetue që ta poshtë salon krejt komplet edhe një 2 dhoma thmive që i kam 2 djem edhe kur që tjetër. Apo mendon që një pjesë dërmuese e po thamë me qytetarët Prishtinës? Ata shpe thop di shpreje, da shta sprejk në adinat kuptimin qytetarët, këta këtu i thëke na jo po veni pisherit, na po shkojnë në shehër. Do më thonë po mendon që një pjesë e madhe dërmuese, do më thonë po kthehen në këtu sidomos që të lagje që krejt që të janë orë këtë Prishtinalit që të përsham Prishtinës në vërtet, që në orë dhe pi diasporës ka shumë, sidomos këtë kënjena edhe Presheva. Edhe Presheva kesh, këtu të Preshevës. Po qysh e ke gjetë ti bashkë Mramorën? Unë jam shku se unë punoj në komunë në Gjelbërim, në tërmale në Gjelbërim. Edhe tash atë në komuna në natë lidhën pak me marrëveshje me komunën, edhe do shokët aty të katastrit ma një mund. Tha qështu, tha shka për shnet që atje ki, tha. Edhe kur e mori më befasu, s'kum besu. Qysh ka orë kjo pjesa e ndihmës për shokëve? Shokëve, tash për shembull një kom pas si im biologosën politik, kam qenë masakrën e Dubravës e kompletuar edhe burgje tjera servis. Edhe tani shokë dashamirët Kamosit, Prip Malishevës, Azems Limaj, që është ndërtu si standardim ka një muë. Shumë shokë që s'po mujmë i kujtu, adin s'po më kujtuam për momentin se asë një cent se këmë thonë, asë një cent. Më thonë krejt mendimin e tyre? Krejt. A jemi njës? Shumë, adin, s'po di që m'jau përshkrua, s'di që m'jau këthy atë njoje. Qysh jau kishe këthy për të mirë, për shambull? Në atë kuptimin, s'ka s'mujmë me mundësimja për mi ndarë ndim diçka minimur, për që është diçka që më varët për me as 2 herë se thamë. Në atë pam ty këtu i vetëm të punu. Po. A je i gatshëm gjithë shka me bo brenda punime që i tash, ka ati pse unë tash më ka dhonë vullneti, kur jem konë Turkisë më kanë bu Amerikan. Atje. Edhe tash kur jem nis në aeroplan, me hyp në aeroplan, më thanë visar për këthysi. Tha, nëse testuni, ara po moj me më thua jo, edhe mazi që e testun që po moj më thu, doktori kryesor, në Bashkëgje më bo, në spital në Bashkëgje, shteti më ka pagu. Krejt komplet, unë jam i lirum që më pagu në shteti, në bo statusi që e kam, se jam edhe ushtarë në konë. Edhe tha, nëse si e vetit kurajo dhe vullnet, tha s'mujnë e bjen vetë. Edhe për që asaj fjale, kur mos nëllë. Kur. As një moment. As i menoj. Se si ti menoj, ajo tha si ti menon ti vetë lodhë shta, se që kojnë metë ti. Dhe më thonë të e ki vullnetin për mini qenë, për me punu, për me arrit, për me... Edhe lodhë na e shë, veç e shë, dhe tap një 5 minuta apet, heqi si s'nanë. Se s'ja vlejnë adin se tash, kur e kam ato asë që menoj, që më ndodhë bile, a beson. A 3 herë më ka ndodhë, 2 herë më ka ndodhë në vetur, sulmi, edhe një herë në shpetu angër buk. Edhe heq, apet jam. Ty mi t'i kalzu hekat e mija ti habitësh. Po janë shumë mirë visar që ka ende kësi njerë si ti edhe ju japin kurajo vullnet krejt atyre që janë në lëkurën tane, më dhe me thonë. E keni edhe në YouTube e më sheni, e keni emnin dhe mbi emnin e shë aty edhe këshërni kush jam. Tregon pak, a jenë gjendje me e lanë Prishtinën për me ardhë? O, pasha zotin, as më bu me më thonë 2 herë i dhënona. Me gjithë po pres. Qa që letë? O, me gjithë po pres. Ka dalim me atje si nota me dit. A di për sa vi këtu? Për 20 minuta. A di ku e kam veç të hani dilit që aty deri sa dal pi kallabllokut, këdera këto free. E tregon pak çka mendon për ata, po tham, banorët fshatrave që këshyre Ama këta banar fshatra se kanë punu, këta shumë kanë hjek. Faktikisht kanë hjek se kanë punu i madh i vogël tash kur e shohin pak kryeqytetin, ju duket pak është doplo ma shtrejt poshtë. Adin? E çka mendon pse kanë atë me dal? Zdi, bashkë çuditna, çfarë veni këtu. Unë s'muj me përshkruan në bëllë në rrugovi më kone, krejt e di që është mirë, veç këtu është që qëtësia me e madhe se atje u mush në rrugovi. Po është dyqysh është e ngarku me mentalitetin ndryshe është atje. Këtu është ndryshe.